Prokuroria e posaçme ka kërkuar plot 127 vite burg për 12 të pandehurit e dosjes Revanshi. Pjesë e këtij grupi janë Astrid Avdyli dhe Emiliano Shullazi, që sipas prokurorisë duhet të shpallen fajtor dhe të dënohen me nga 15 vite burg, që reduktohet në 10 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për Naim Stafukën, vëllain e të zhdukurit Enver Stafuka, u kërkua 9 vite dhe me gjykim të shkurtuar në 6 vite burg. Për Blerima Bazin, Enver Divan, Robert Laçin, Viktor Ymerajn dhe Santilo Basho, prokuroria kërkoi 10 vite burg, që në fund, duke aplikuar gjykimin e shkurtuar, i zbret në 6.8 vite. Për të ashtu quajturin i fortë i rrugës së Kavajës, Gjergj Cukali, prokuroria tha se kërkon dënimin e tij me 10 vite e 7 muaj burg, ndërsa për Xhelal Rajen, vëllain e ish-deputetit socialist, u kërkua dënimi me 9 vite. Hetimet të bazuara edhe në komunikimet e zbërthyera nga aplikacioni koduar Sky ECC kanë quar në ngritjen e akuzave për sigurim kushtesh për kryerjen e vrasjeve, grup të strukturuar kriminal, si dhe vepra të tjera penale të rënda. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu përplasje të brendshme mes grupeve, të cilat në disa raste kanë quar në atentate dhe kundër veprime të dhunshme. Në këtë dosje janë përmendur edhe emra të njohur për drejtësinë shqiptare, ndërsa procesi ndaj fraksioneve të ndryshme vijon në gjykatën e posaçme. Në kërkim rezultoi një sër personazhesh të botës së krimit, si Endrit Dokli, Ervis Martinaj, ish-deputeti i Partisë Socialiste Erben Ndoka dhe nipi i tij Samuel Ndoka. SPAK zbërtheu grupin e Martinaj, Elson Reçit, Leonard Dukës, Tori Xhexhukës, Durim Bamit e Erben Ndokës në aktivitetet kriminale.